21 nëntor 2025. Jemi në ditën e Venusit. Përshëndetje, unë jam astrologe Denisa Shylja dhe do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Jemi tashmë në fazën fillestare të hënës dhe kjo na bën në vërtet shumë herë më tepër optimist. Jemi shumë herë më tepër aktiv, prandaj edhe mund të veprojmë dhe të reagojmë shumë shpejt. Kjo detyrimisht na lër pak më të hapur ndaj problemeve dhe aksidenteve. Pak më tepër që gjatë kësaj dite do të kemi edhe disa kënde të cilat janë shumë dominante dhe shkaktojnë probleme të rëndësishme si në teknologji, po ashtu dhe në jetën tonë të përditshme. Kjo sepse tregon lëvizje tektonike në tokë, që shumë mund të përkthehet në tërmete të buta, por duke qenë se në këto momente kemi shira të shumta dhe përmbytje, mund të kemi zhvendosje të tokës, sidomos në vende pa fertilitetin, të cilat janë të zhveshura. Kurse për sa na përket ne si individ, kemi ndikime shumë të fuqishme në marrëdhëniet tona personale, duke qenë se gjatë kësaj dite mund të kemi zhgënjime, si në marrëdhëniet në çift, po ashtu dhe në të gjitha të tjera. Komunikimi në këto momente mund të bëhet vërtet shumë i vështirë sepse kemi shumë keq kuptime. Mbi të gjitha mund të kemi dhe humbje të informacionit apo humbje të vërtetësisë të informacionit në shpërndarje dhe kjo detyrimisht krijon probleme të rëndësishme. Bashkë me zhgënjime do të hapen edhe dyert të reja. Në çështë dite do të këshilloj që të jemi pak më të kontrolluar dhe në vend që të fokusohemi tek dhimbja e asaj që kemi humbur, të jemi të hapur ndaj gjërave të reja që po mundohen të hyjnë në këto momente në jetën tonë, të cilat më duhet ta them janë shumë më të shëndetshme dhe më të përshtatshme për ne. Duke qenë se do të kemi probleme me teknologjinë, këshillar se gjithmonë që të bëjmë kopje të gjitha dokumentave digjitale, të qëndrojmë larg telefonatave apo mesazheve nga numra që nuk i njohim. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me vjet.